Prej 13 shtatorit i humbur, kamerat e sigurisë fiksuan lëvizjet e 27 vjeçarit në Fusharës. I vllai zbulon detajet e fundit. Këto janë momentet e fundit kur kamerat e sigurisë së bizneseve në Fusharës kanë kapur lëvizjet e 22 vjeçarit Enkrist Kola, i cili ka humbur kontaktet që prej datës 13 shtator. Nga mediat mësohet se vllai i tij Denis Kola rrëfen se i vllai përpara se të largohej nga banesa i ka thënë të atit se do të takohej me një burr dhe që nga ai moment nuk ka folur më me askënd nga familja. Ora ka qenë 7:38 dhe në momentin që ka dalë nga shtëpia i ka thënë babait që do të dalë se do të vijë një burr të më marr. Ai ka qenë me probleme mendore dhe nuk ja ka marrë për bazë. Kur është kthyer babai, nuk e ka gjetur në shtëpi. Pasi jam kthyer në ora 10 në shtëpi, më thot babai se vllai ka dalë. Kam pritur pak dhe më pas e kam kërkuar në të gjithë qytetin, por nuk e gjeta dot atë natë. Ka thënë vllai 22 vjeçarit. Mëtej, vllai i Enkrist Kolës thot se 22 vjeçari ka marrë me vete celularin e babait, por pavarësisht tentativave të shumta ai nuk ju përgjigj thirrjeve telefonike. I bija telefonit, i shkonte thirrja, nuk përgjigjej. Kaluan 48 orë dhe babai bëri denoncimin në polici. E vetmja mënyrë për të hedhur gjurmë mbi të vërtetën është të gjurmohen lëvizjet e tij përmes qelizave telefonike, por ai e ka patur të fikur, thot vllai 22 vjeçari të humbur. Në një ngjarje të mbuluar nga misteri plotang dhe padurim, familjarët e 22 vjeçarit urojnë që ai të kthehet shëndoshë mirë në shtëpi, ndërsa ju bëjnë apel institucioneve të punojnë për gjetjen e tij.